Në Shqipërinë tonë të vogël, një i çmendur i mjafton të çmend të tërë. Kjo është politika e qeverisë Rama prej 12 vitesh, dhe ende vazhdon. Shqipëria është e vogël, por dëmi që i është bërë është gjigant. Në një vend me pak më shumë se 2 milion banor, ku çdo vendim politik ndjehet menjëherë në jetën e përditshme të qytetarit, pushteti absolut nuk është thjesht rrezik, është katastrofë. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur për 12 vite me radhë. Një mendësi e vetme, një dorë e vetme, një zë i vetëm që flet, vendos dhe hesht gjithçka tjetër. Normalizimi i absurdit. Kur korrupsioni bëhet rutinë, skandali nuk trondit maskën. Kur premtimet gënjin kaq shpesh, e vërteta nis të duket si provokim. Në këtë realitet të ndërtuar me propagandë, qytetari mësohet të jetojë me absurditetin. Rrugë që hapen e mbyllen pafund. Tender që sillen rreth të njëjtëve emra. Projekte madhore për ekrane televizive dhe varfëri reale në terren. Dhe mbi të gjitha, heshtje. Shteti që flet me vete. Kjo nuk është më qeverisje, është monolog. Institucionet nuk debatojnë, nuk kontrollojnë, nuk kundërshtojnë. Ato thjesht zbatojnë. Parlamenti nuk përfaqëson, drejtësia friksohet, administrata bindet. Kush pyet, sulmohet. Kush denoncon, shpallet armik. Në një vend të vogël, çdo devijim i pushtetit shumë fishon pasojat. Një vendim i gabuar nuk prek një sektor, prek jetën e të gjithëve. 12 vite dhe asnjë përgjegjësi. 12 vite në pushtet nuk janë kohë pune, janë epokë. Dhe epokat gjykohen nga pasojat. Shqipëria po zbrazet. Të rinjt ikin pa kthim. Varfëria maskohet me fasada urbane. Shpresa zëvendësohet me tallje dhe cinizëm. Por askush nuk mban përgjegjësi. Gabimet nuk pranohen, dështimet rriben, ndërsa propaganda i lyen me boj suksesi. Një i çmendur i vetëm mjafton. Në një shtet normal, një figurë e papërgjegjshme ndalet nga institucionet. Në Shqipëri, institucionet janë bërë mburoj për të. Prandaj një i çmendur i vetëm mjafton të çmend të tërë vendin, sepse sistemi është ndërtuar që të mos e ndalë askënd. Kjo nuk është thjesht politik, është dhunë sociale. Dhuna nuk është vetëm shkopi apo arma. Dhunë është të marrësh shpresën. Dhunë është të detyrosh familjet të ndahen. Dhunë është të qeverisësh pa dëgjuar. Dhe kjo formë dhune ka 12 vite që ushtrohet çdo ditë, me kostum dhe buzëqeshje. Shqipëria është e vogël, dhe pikërisht për këtë arsye, nuk mund të përballojë më një pushtet që sillet si i pakufizuar, i pagabueshëm dhe i paprekshëm. Sepse kur një vend i vogël dorëzohet për kaq gjatë, çmenduria nuk është më përjashtim, bëhet sistem.